Në ambientet e gjimnazit 14 e Ingjit në Buçimas të Pogradecit u shfaq një film i realizuar nga vetë ata në kuadër të praktikave rinore në ndërtimin e nxënësit Dorian Allko. Ky projekt filmik i titulluar Aty ku zemra nuk re është i pari në llojin e tij për grupin krijues dhe trajton një nga plagët e mëdha të të rinjve sot, temën delikate të bullizmit. Filmi sjell në qendër të rrëfimit jetën e një të riu të privuar nga dashuria dhe përkrahja, duke theksuar ndikimin e mungesës së mbështetjes familjare e sociale në ndërtimin e personalitetit. Përmes një narrative të ndjeshme dhe pamjeve që preknin thellë me emocion, autorët synuan të përcjellnin një mesazh të fortë, atë të rëndësisë së empatisë, të përfshirjes dhe të refuzimit të ndasive mes bashkëmoshatarëve. Duke qenë se ne jemi të rinj dhe shohim situatat aktuale, vendosëm që të gjithë së bashku të mblidhemi të bëjmë, le të themi, një skenar, po jo një skenar si gjithë ata të zakonshmit, le të themi, vendosëm të bëjmë diçka ndryshe, duke treguar edhe realitetin e ditëve të sotme, duke treguar edhe disa histori të cilat mbase mund të jenë të bazuara nga persona specifik, por një fakt i cili unë dua ta them është që filmi më shumë ka ardhur nga ëndra ime. Unë kam parë një ëndër në lidhje me realizimin e këtij filmi dhe më pas detajet u shtuan dhe u shtuan. Krahas përfshirjes kreative të nxënësve në procesin e xhirimeve dhe skenarit, filmi është gjithashtu një reflektim mbi jetën në komunitet, familje, shkollë dhe shoqëri, si faktor jetik për zhvillimin e shëndetshëm të të rinjve. Shfaqja e filmit përpara bashkëmoshatarëve synoi jo vetëm të nxjisë ndjeshmërinë, por edhe të shërbejë si piknisje për një dialog dhe ndërgjegjësim. Ky film është një iniciativë e një grupi nxënësish të marrë vetë pas një praktike në bashkinë e qytetit tonë dhe një dëshire të madhe për të nxjerrë një produkt nga vetë shkolla jonë. Është një nismë që këta nxënës e morën në bashkëpunim edhe nisur edhe nga grupi i SHQK-s, Klubi i Artit dhe i Letërsisë. Shfaqja u ndoq me interes nga prindër, mësues, bashkëmoshatar dhe përfaqësues të pushtet vendor, të cilët vlerësuan jo vetëm cilësinë artistike të filmit, por mbi të gjitha mesazhin e fuqishëm që ai përcolli.